إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. E falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar ashtu siç e meriton ai Xhalla Xhalalu. Selamet ja dërgojmë mësuesit të njerëzisë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër besimtar, kemi hyrë thujse në stilin e pranverës dhe njeriu ma xhepset me gjelbrimin që e shef dhe me zhvillimin e jetës. E kjo neve si musliman dhe si besimtar na i kujton një ajet të Kur'anit famlart, ku Allahu subhanahu wa ta'ala këtë gjendje e merr si shembull për të na japur neve mësime të mëdha si besimtar. Allahu Jalla wa Ala thot: "I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد." Dini thotë njerëz që jeta e kësaj bote nuk është tjetër vetëm se një kalim në dëfrim, në stoli, një mburrje dhe një përpjekje për pasuri dhe evlad dhe krekoske në mesin e juve. Kjo është dynjaja të cilën shumë njeri e kalon. E Allah azza wa jalla thot: "Kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama." E kjo ngjason thot bimës e cila del në pranverë dhe rritet dhe i manxheps bujqit. I manxheps bujqit. Kur del bima që e ka mbjell në vjesht, që e ka mbjell dimrit, dhe e shën në pranverë se si rritet, se si zhvillohet, dhe bujqit ma gjepsin prej saj, të me e higju fetarahu më sferra, dhe pastaj vyshket bëhet e verë, të me jakunu hutame, dhe pastaj bëhet hinje dhe plohën. E kjo neve nat me kuptu që kështu është jeta e kësaj dynjaje dhe kështu është njeriu. Masvari është i ri, si kur bima tash në pranverë, është i fuqishëm, ka elan, pastaj bëhet burr dhe i hin vetja në hoj, dhe pastaj bëhet plak, i shtyr në mosh, që askëm të veta nuk mundet me i ngrit për pjetë. Kështu është pranvera të cilën neve në mësimin, pastaj vjen veshta e vyshkur, pastaj dimri që të thamë. Allahu Jalla wa Ala thot: "Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa shayba." Allahu Azza wa Jalla ju krijoi juve të dopt. Kur është dalë njeriu në këtë dynjë si fëmijë, është i dopt, s'ka fuqi, dorën e vetë me ngrit për pjetë, s'ka fuqi, sytë e vetë me i qelë, këmbët e vetë nuk ka fuqi me ngrit. Pastaj thot, pas kësaj dobësie ju dha forcë dhe fuqi njeriu, të bani të fortë që kodrën e thënë. E pas kësaj fuqie ju dha dobësi dhe pleqëri. E Allah subhanahu wa ta'ala yakhluqu ma yasha wa huwa al-alim al-qadir. Allah është ai i cili krijon çka të doj. Ai është i plot fuqishëm, ai është i dijshëm. E Allah azza wa jall pastaj thot: "Wa fil akhirati 'adabun shadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan." Në ahiret ka dënim të rënd. Edhe ka falje të madhe dhe kënaqësi të Zotit Jalla wa Ala. "Wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur." Edhe dynjaja nuk është asgjë tjetër por vetëm një përjetim mashtrues, thot Allahu subhanahu wa ta'ala. Sikur se bujku i cili mbjell, nëse mbjell për këtë dynja, e sheh në pranverë rezultatin e tij dhe e sheh verës korrin e tij.
Kështu Allah Azza wa Jall po na mëson që o ti njeri, mos u mashtro pa kësaj dynjaje sikurse bujku pas bimës, po nëse dëshiron bëhu bujk i ahiretit. Mos e harro këtë dynja, puno për te, po bëhu bujk i ahiretit, mbjell për ahiretin tënd. Mbjell për ahiretin tënd. Sepse ahireti jot nesër ka më të gjindë. Kur shkomi tek varrezat atje shohim se sa ka qenë nevojshme falja namazit, sa ka qenë nevojshme agjerimi, sa ka qenë nevojshme haxhi, sa ka qenë nevojshme sadaka, përmendja Allah subhanahu wa taala, veprat e mira dhe ndalimi nga veprat e këqija. Çka të mbjell shekur, andaj të mbjellmi edhe për këtë botë, për edhe botën tjetër, në mënyrë që të korrën me sukses, sepse Allah azza wa jalla thot: "Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardi as-sama'i wal-ard." أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Garani, shpejtani thot në faljen e Zotit tuaj, në xhenetin i cili është gjërësia së mes qive dhe tokës. Uiddat lilladhina amanu billahi wa rusulih. Është përgatitur për ata të cilët i kanë besuar Allahut dhe pejgamberëve të tij. Dhalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kjo është dhuntia e Allahut, ja jep kujt të doj prej robërve të tij. Andaj dashur vëllezër besimtar, të shikojmë se prej cilëve robërve jemi. A jemi robër të dynjas apo robër të ahiretit? E lumja i që Allahu azza wa jalla ja ka dhënë dinin, ja ka dhënë imanin, ja ka dhënë edhe dynjan me të cilën e blen ahiretin e tij. Me të cilën dynja e blen ahiretin e tij duke i ndihmuar të tjerëve, duke dhënë zeqat, duke dhënë sadak, duke i ndihmuar vobetëve, duke i ndihmuar jetimave. E lumë ky njeri, e mirë ai i cili punon vetëm për dynjan e tij, ma xhepset pasaj sikurse bujku pas bimës, dhe në fund të sheh rezultatin që nuk ka qenë më shumë se sa një vyshkje, nuk ka qenë më shumë se sa një hije dhe plohër, dhe është mashtru pasaj, e Allah azza wa jalla po thotë: "Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur." Mos u mashtroni o musliman, sepse dynjaja nuk është asgjë tjetër vetëm për jetim mashtrues. Ne lutemi Allahun xhalla wa ala që të na bëjë prej atyre besimtarëve që shfrytëzojmë dynjan për veten tonë, për shfrytëzojmë për botën tjetër, punojmë për këtë dynja dhe punojmë për botën tjetër, të jetë një balans e mirë e muslimanit që të punon sa më shumë për botën e tij dhe të punon edhe për ahiretin e tij, sepse Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë në një dy hadithe: punoni për këtë botë, përpuni sikur mos më vdek asnjëherë, po punoni për botën tjetër sikur se më vdek nesra. Edhe nëse shet duke u bë kiameti, edhe keni dorë keni pemë mbille. Qysh mi bashku këto hadithe? Mi bashku e shumë kollaj. Puno për këtë botë, derisa të vjen ezani për ahiret, që të thret me punu për ahiret. Në moment që thret ezani, lej të gjitha punë fale namazin, sepse është të thirrë për botën tjetër. Dhe vazhdo pastaj punën derisa të vjen farzi tjetër i Zotit, me i kry kësaj obligimet e Zotit, me kry edhe obligimet që i kem karshi dynjas dhe familjes dhe vetes son, në këtë formë pastaj e vazhdojmë rrugtimin tonë dhe Zoti xhalla wa ala është i kënaqur me neve, duke lutur Allahun xhalla wa ala që të na pranojë veprat tona të mira, na bëj prej atyre besimtarëve të cilët nuk ma xhepsemi pas të kotës, po kapemi fort pas të vërtetës, kapemi fort pas dinit të Zotit xhalla wa ala, me të cilin ne e balancojmë dynjan tonë dhe ahiretin tonë, duke lutur Allahun subhanahu wa taala ashtu siç na ka bashkuar në këtë xhami, na bashkojë në xhenetin e tij. Wallahu taala a'lam. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.